Të gjithë të dinë që ai qeni që cili këtë seancë është i prodhuar në Shqipëri. Dhe është puna e një ekipi të jashtëzakonshëm të rinj shqiptar të talentuar që shpresoj do të bëjnë më shumë. Dhe do të jenë një përfitim mjaft i madh për fushën tonë, industrinë tonë ushtarake, kështu që faleminderit. Për të folur për këtë ngjarje, duhet të citoj një mik të ndjerë, shkrimtar i famshëm shqiptar, Mojko Mzeqa, i cili në një vepër kushtuar historisë kishës së Labovës së Kryqit, është një kishë shumë e bukur pranë Gjirokastrës, shkroi për panairin e Shën Mëris, organizuar aso kohë në mbikëqyrjen e drejtë për drejtë të Justinianit në shekullin e 6. Një ditë përpara panairit, tregtarët shtektues mbërrinin nga Gjirokastra, nga Libohova, për të tregtuar zejet e prodhimet e tyre ushqimore në një vend që njihej si lëmi i valleve. Vlerësit 10-12.000 pelegrinët që kalonin 3 net lutjeje brenda kishës. Later on, the fairs have always become Më vonë panairet kanë qenë gjithmonë një mënyrë për të rrëfyer histori. Në po të njëjtin vend. Panairi i parë pas rënies së regjimit komunist u çel Fiera de Levante. Në zanafill të viteve 30, ishte koha prej nga nisi kjo lidhje, por u deshën 50 vjet që të kthehej sërish. Gjatë panairit të parë fare të Levantes në vitet 30, Shqipëria rregej të histe në tregun e turizmit, banjat e veta termale dhe pak produktet veta ushqimore dhe tekstile. Në panairin e sprasmë, pra, të çelur sërish të Levantes, pam të niste një histori e re, që zuri fill me një krah lirpune, duke qenë se varfëria ishte avantazh për të tërhequr të huajt që kërkonin vende ku të mund të jashtëkontraktonin aktivitetet e veta, kështu që ky vend u bë hapësira ku moria prej Valentinove, Dolce Gabbanave e të tjerë gjetën parajsën e tyre mjaft fitimprurse të krahut shumë të lirë të punës, fal grave të jashtëzakonshme të përkushtuara. Por më pas Shqipëria hyri në një fazë të re, ndjekur nga panairet e kutive të misterit, gati të eksplorohej si një premtim eksotik. E ja ku vim sot. Në një epokë ndryshe, në një gjenerat si përmarrjeje ndryshe, një kohë ndryshe për ne, po aq sa që është për botën. Dhe në fakt, gjoja më e mirë është që sot Shqipëria reflekton kohën e botës. Dhe ndërkohë, vetëm pak javë më parë, panairi botror në Berlin na tregon që Shqipëria nuk është më një tokë e premtuar për një të nesërmë më të mirë, por një vend të cilin të gjithë duhet ta shohin e ku të gjithë duhet të hidhen të bëjnë sikur nuk ka të nesërme. Gati të mirëpresim, gati të ofrojmë, gati të ndërtojmë ekosisteme
që përshtaten me nevojat e sipërmarrëse, gati të lidhin bizneset, njerëzit, ambicjet. Matchmaker nisi si histori suksesi, ti personi e individi të shkëlqyer dhe ambicioz që drejton agjencinë AIDA dhe dua ta falenderoj atë dhe ekipin e saj